Kush është Bujar Plana? Mbrojtësi që la Kosovën për të përfaqësuar Shqipërinë. Plana ishte në listën e Silvinjos për herë të parë dhe do të jetë gati për ndeshjen kundër Polonisë. Në të njëjtën ditë që u publikua lista, Plana shënoi edhe një gol me ekipin e tij në Poloni. Si për ironi të fatit, ndoshta fati ka rezervuar edhe një tjetër gol kësaj radhe ndaj kombëtares polake. Në këtë video do të flasim për mbrojtësin e ri dhe rrugtimin e tij deri këtu. Para se të fillojmë, mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona. Bujar Plana ka lindur më 29 tetor të vitit 2001 në Mitrovic të Kosovës. Ai luan kryesisht si qendërmbrojtës, por edhe në krahun e djathtë të mbrojtjes. Fiziku dhe gjatësia e tij 1,90 e bëjnë ideal për qendrën e mbrojtjes. Plana filloi karrierën e tij në ekipin e Mitrovicës dhe në vitin 2019 kaloi te Trepça 89 ku bëri debutimin në Superligën e Kosovës. Në vitin 2020 ai u transferua te Feronikeli ku luajti deri në vitin 2022 me 35 ndeshje. Më pas në janar të vitit 2022 kaloi te Prishtina, ku qëndroi deri në vitin 2023 duke zhvilluar 40 ndeshje dhe duke shënuar 4 gola. Me Prishtinë fitoi Kupën e Kosovës në vitin 2023, por në këtë vit Bujar Plana bëri hapin e madh jashtë vendit. Kaloi te Slaven Belupo në Kroaci, ku luajti 18 ndeshje dhe shënoi vetëm një gol. Në gusht të vitit 2024 ai u transferua te Lechia Gdansk në Poloni, ku ka luajtur për një vit e gjysmë. Kontrata e tij me klubin polak është deri në qershor të vitit 2028. Në sezonin aktual të Superligës polake, Plana ka zhvilluar 13 ndeshje, duke shënuar një gol dhe duke marrë 3 kartona të verdhë, ndërsa në total me Lechia ka mbi 40 ndeshje dhe ka 2 gola. Plana ka përfaqësuar Kosovën me moshat. Ka zhvilluar 4 ndeshje me U19, 3 ndeshje me U21 dhe pas 5 vitesh pa ndeshje me ekipin e parë, ai mori leje nga FIFA për të ndryshuar federatën dhe tani përfaqëson Shqipërinë. Sipas Transfer Market, vlera e tij në tregun e transferimeve është 300.000 euro. Karriera e tij na dëshmon për kushtim dhe nuk na mbetet gjë tjetër vetëm t'i urojmë suksese. Kaq ishte për videon e sotme. Mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona.